Shpesh herë kam menduar të jem i ndryshem në zhandrin letrare, të jem diçka e re në vitrinat e librave ku lexuesi të niset nga unikaliteti im për të shfletuar pak e nga pak nga shkrimet e mia dalur nga thellësia e shpirtit dhe bashkangjitur me referenca. Po nisem të zerohem pak e nga pak, duke u shpjeguar dhe duke u referuar në argumentat shkencore se po ta shqiptosh fjalën shkencë tek afetarët, përbën një përplasje të madhe jo me fen, por me fantazitë e tyre të mangëta. Madje të kthehen duke thënë të lutem, mos e hum rrugën në oborrin e shtëpisë tate. Si guzon të bashkosh shkencën me fenë? Madje e tregojnë në veten alergjik ndaj fjalës fe, pa ja ditur kuptimin. Kësaj fjale pra. Dhe shkojnë dhe me larg në kohë të mbetur mbrapa, nga që akrepat e përparimit njerëzor dhe mental u janë mbetur të paralizuara në kohën e komunizmit. Në Kur'anin famëlartë, në shumë vende e hasim fjalën din, fe, që e ka kuptimin rregull hyjnor, i cili, sipas mendimeve islame, është rregull i cili njeriut i përcakton rrugën e vërtetë të veprimit gjatë jetës së përkohshme në këtë botë, e cila është para përgatitje për botën tjetër. Shpërblim, shpagim sipas meritës, sistem, ligj, për ulje dhe respekt ndaj Zotit Xheleshanehu. Kur them se u kanë mbetur akrepat në kohën e komunizmit, e kam fjalën për ata që janë të dëmshëm dhe na akuzojnë, e jo për ata njerëz që i thonë vetes ateist dhe respektojnë në mënyrën më të sinqertë dhe të saktë mundur mendimin e tjetrit. Dikush në një distancë të jetë largët me realitetin islam, mundohet të jape mendime dhe duke u shprehur në një mënyrë që nuk i takon një intelektuali, ta thotë se e vërteta është kjo, pra i jep vetes kompetenca për të cilat nuk është kompetent. E nuk e kam për qëllim t'i akuzoj pse folen, sepse shumë me dimensionaliteti islam ta lejon debatin me ateistin, me paganin, të krishterin, madje e them pa frike se si në asnjë sistem tjetër. Mirë po, ka disa rregulla për njeriun intelektual të mendjes dhe të lapsit, se duhet t'i ketë si parime jetësore, në mënyrë që kur të parashtrohen argumentat, edhe nëse nuk i pranon, të paktën mos t'i lëndosh zemrat e të tjerëve thjesht e vetëm se hodhen mendimin tënd poshtë. Njeriu që me koshjencën më të plotë ka pranuar islamin, është të jetë i qartë në mendimet dhe idetë e tij, dhe në dallim nga një tjetër që është të jetë agresor, ai me maturi vepron i kujdesshëm dhe të jetë i bindur se fitoria vjen, them fitoria, e të lartësuarit të së vërtetës mbi të kotën, të diturisë mbi ignorancën. Si sot Allahu në Kur'anin famëlar të
Bismillahirrahmanirrahim, kur të vije ndihma e Zotit, do t'i shohësh njerëzit që vrapojnë në grupe për të përqafuar fenë e vërtetë të Zotit. Historia na jep shumë shembuj për luftën që i është bërë Islamit, por që në fund e vërteta ka triumfuar, duke u përhapur në të gjitha anët të botës në mënyrë krejt paqësore. Sot Islami është stabilizuar fal Zotit, gjithandej dhe drita e tij po depërton edhe nëpër zona ku shumica dominuese e popullsisë u përket feve të tjera. Megjithë reaksionin e disa qarqeve për të mos thënë vetë qeverive për ta penguar këtë drite, ajo po përhapet që prej vitesh gjithnjë sa vjen dhe shtohet dita dites, duke marrë proporcione të gjera. Këto zhvillime vërtetojnë parashikimet e dietarit të madh anglez George Bernard Shaw, i cili thoshte se Evropa e shekullit të 20 i përket Islamit. Njeriu i pa informuar mund të shtyhet nga disa faktore që të flasi diçka, thjesht për ta vijuar bisedën e nisur në lidhje me Islamin. Mirëpo besimtari i mirë, them për besimtarin e mirë formuar diturisht dhe moralisht, e ndjen përgjegjësi t'i përgjigjet të jetë ëmbëlsisht, i paisur me argumenta, kuptohet jo në formën e çortimit, por në formën e një bashkëbiseduesi dhe një bashkëbisedimi vllazëror, madje duke bërë tjetrin ta ndjejë vlerën e vetes si njeri. Islami është e fe që shoqërinë njerëzore e bashkon nën moton, si sot Allahu në Kur'an, ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mbara dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Kapitulli El Maide, verseti 2. Jam i bindur se kur njeriu të ndalet nga vrapi i hutisë dhe të shohë të vërtetat me anë të studimit, ai do të besojë Allahun pa diskutim. Nuk është e mundur të mos ja vësh veshin këtij zëri që del nga brenda e janë apo nga brendia jone, apo të mbetesh i pakujdesshëm si pra ndaj ti, ose do ta pranosh se ekziston Allahu. Përgjigja e pyetjeve të ashpra të njeriut ndikon shumë në formimin e njeriut. Mendja e njeriut atë e detyron të hetojë dhe ta konstatojë vendin e vet ndaj krijuesit të universit, se ai ka lidhje me jetën dhe kujtesën e tij.
Megjithëse tani teknologjia ka evoluar falë Allahut dhe gjithë gjithë vërsuljet dashakeqe të disa medjave sot janë gjunjëzuar përballë përhapjes së dritës së Islamit në rrjete sociale ku videot që kanë përmbajtje fetare shkojnë me miliarda klikime dhe ndonëse me mlef të madh sot detyrohen të ftojnë hoxhallarë në panel. Fatkesisht është